pikërisht sot, kur e kemi edhe personazh si Nura Kaliqi në studion ton, ti bisedojmë kështu pa dorashka të gjitha këto gjërat. Mirë, po mbi të gjitha Norën e kemi nga udhtimi, që sot e kemi lodhur pak, mirë, po jam shumë e lumtur që sot je së bashku me ne në studio dhe që u zgjove me 9:11. Unë të faleminderit për prezantimin. Do me thënë, sa isha me atë energjin që ma dhatë kur u takuam edhe harova lodhjen nga udhtimi edhe gjithë shka tjetër më ktheve në emocione. Sinqerisht të faleminderohem për shkak se shumë e vlerësoj edhe prezencën time, do me thënë, në këtë emision, por gjithashtu edhe vlerësimet e miqve, kolegëve të mi gazetar, të cilët i japin apo të themi suportin të cilin e japim për njëri tjetrin, për ta përforcuar sa do pak të gazetarim profesionale dhe etike. Nora, faleminderit shumë për prezencën tuaj. Ne e kemi si zakon, si ritual në emisionin ton. Kemi temat e ditës që i diskutojmë fillimisht me të ftuarit dhe pastaj kalojmë tek informacione të shumta që kemi do pyetje interesante që do i trajtojmë së bashku. Pra, tema e sotme që e kemi diskutuar me shumicën e shikuesve është çka po e fryn autoritetin sot. Kemi shumë njerëz në vende të gabuara, të cilët po mundohen ndonjëherë me kakofoni, me zhurmë, me antivlera, përveç se antivlerës që e kanë, mundohen që ta zhurmojnë, të tregojnë atë ndjesinë e inferioritetit, duke dëshmuar sikur din, por shumica e njerëzve po shqetësohen dhe nuk dinë se si të veprojnë. I kemi të shumta, do me thënë janë të shumta, por kjo bazohet, unë mendoj që themeli i gjithë kësaj është mos respektimi i sistemit të vlerave. Ne s'kemi sistem meritokratik të instaluar në për institucionet tona dhe për të vlerësuar njerëzit në bazë të vlerave të tyre, por jo edhe në bazë të vetëm të asaj. Do me thënë se tani mund të dalim edhe në aspektin, do me thënë se si trajtojnë edhe gratë në publik, apo si trajtojnë personalitetet të ndryshme në publik. Mirë po, si do që tjetë, gjdo herë kthehemi tek sistemi i vlerave. Do me thënë, mungesa e sistemit meritokratik në instalimin, do me thënë të instalohet brenda institucioneve tona, në gjithë sistemin e shtetit realisht, ajo ka kriju që të krijohet imazh për personalitetet të caktuara të cilat fryen, mirë po, e kemi parasysh se pas një kohe të caktuar, nëse një person nuk ka një pozitë, nuk ka një karrige, nuk ka një influencë apo një ndikim bazë të interesit personal të dikush tjetër apo tek shoqëria, atëherë mbetet po ai që është. Do të thënë vlerat janë ato që më shumë është lufta e bryllave se sa e meritokracisë. Patjetër. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht edhe këtu i ka ndihmuar shumë edhe hapësirat tani ku informacionet janë shvendos në hapësirën e rrjeteve sociale dhe informacionet që merren aty, kryesisht krijohet një opinion publik, do me thënë ku i jepet hapësirë personave të tillë që me pagesat të ndryshme, me influencë të ndryshme, me ndikime të ndryshme, me ato bote, marketing, do me thënë, dhe kthehemi përsëri tek finansat, ku gjithçka duhet të jetë aty, edhe kthehem nga Tirana ku pikërisht folëm për këtë temë, e cila është mjaft e rëndë për ta diskutuar për teleshikuesit që në orë të hershme të mëngjesit, por se sa është e rëndësishme transparenca në financimin e mediave. Ku isha unë pjesë e panelit në konferencën më të madhe të cilën e organizon OSB-ja, dhe këtë vit u organizua në Tiranë. Nëse ne e gjejmë burimin e financimit të një mediumi, të një personazhi, të një gazetari i cili mund të jetë edhe freelancer që punon, apo influencerët, të cilët tashmë janë pjesë e debatit, do me thënë për që duhet jenë pjesë e ligjit për të paguar tatimet e tyre, dhe të kenë transparente financat se nga i kanë, atëherë do të mundohemi që s'paku t'i krijojmë një imazh publikut se prej nga dhe ata të t'i perceptojnë ato personalitete pikërisht
se çfarë orientimi kanë, apo cilat agenda i përkrahin. Unë mendoj që në kushtetutën tonë duhet të hyjë një ligj më i mirëfillt për pikërisht për influencerët të cilët krijojnë mendime apo ndajnë opinionet e tyre publike, influencojnë njerëzit për drejtime të cilat as pak nuk janë të profesionalizuar. Për mos të kaluar këtu shumë, Nora për 2 dekada më shumë jenë në ekran. Dhe tashmë edhe kryetare në fakt e Këshillit për etikë në media. Pikërisht kur flasim edhe për autoritetin, për këto më shumë se 20 vite, ku jemi? A ke menduar që kur ke filluar karrierën tënde në gazetari, a ke menduar që për 20 vite do të ndodhin mrekulli, apo jemi të stagnuar në disa fusha, në disa autoritete të cilat nuk po mundemi as se si ti ka përcjell? Kur më ktheve para 20 viteve, do të thënë unë i bëra një retrospektiv të shpejtë asaj në për të gjithë që kemi kaluar, do të thënë në gjithë këtë periudhë në hapësirën mediatike. Nuk dua të jem dekurajuese për gjeneratat e reja, por profesioni gazetarisë nuk është një profesion i lehtë. Pasi që në hapësirën tonë, edhe në shoqërinë tonë, edhe nuk si që këthemi prapë të sistemi vlerave, nuk vlerësohen personalitete apo autoritete apo ata që i përmbahen në rregullave profesionale dhe etike dhe çdo herë dominojnë në sferën publike, do të thënë një pjesë e atyre edhe përballë respektit të atyre që me të vërtet krijojnë opinion publik, por që i përmbahen spakut rregullave, mos them etike dhe profesionale vazhdimisht, po të them rregullave morale, njerëzore të cilat i kemi. Se një gazetar duhet të ketë parasysh se duhet të qëndron besnik atij krijimit të opinionit publik, përmbajtjes asaj që e thot. Dhe ne kemi tash një vijë të mjaftë mjegullt mes propagandës edhe lajmit i cili ndahet në media sociale, kryesisht në rrjete sociale apo platformat e ndryshme, mos them mediat online, për shkak se kryesisht në mediat online nuk përfshihen të gjitha platformat të cilat dalin si kërpuda në periudha të caktuara. Nuk ka hulumtimet e sakta për lajme që ne i lexojmë në rrjetet sociale, pra është një lajm që bazohet ndoshta pak a shumë edhe në këtë inteligjencën artificiale, pra gjithçka që lexojmë nuk është as pak e vërtetë. Do të thoja. Po prandaj në atë kohë kur e përmende, do me thënë kur kemi filluar, ne kemi pas vetëm servisin publik dhe më pas filluan edhe televizionet tjera. Dhe në servisin publik që t'jem e shkurt në këtë rrugtim se është i gjatë, kishim personalitetet dhe autoritetet shquara, më pas se kishim edhe shkollën mediatike të them, në të cilën kryesisht ishin të përfshirë profesionistë që na mësonin, na udhësonin se si të lexonim lajmet, si të artikulonim fjalët dhe si të nxjerrnim edhe ato zanore, se është mjaft e rëndësishme, domethënë gjatë leximit, si të mendosh, domethënë si të ndalesh dhe teknikat e ndryshme të gazetarisë të cilat duhet i kemi parasysh. Por unë kthehem përsëri, domethënë tek ajo që asgjë tranzicionin ne vetëm duhet jemi në hap me ato që ndodh, jemi në hap me ndryshimet që ndodhin dhe duhet i pranojmë si të tilla. Kemi kundër për shembull gazetarë të gjeneratave të ndryshme, domethënë më të moshuara, që janë kundër përdorimit të inteligjencës artificiale. Dhe kishim diskutime të mëdha brenda, domethënë diskutime brenda vetë profesionistëve rreth ndryshimit të kodit etik të cilin jemi duke e punuar tani dhe du të publikohet së shpejti, se si duhet të aplikohet inteligjenca artificiale në gazetari. Ne patjetër se duhet të adaptohemi në zhvillimin teknologjik dhe duhet të përqafojmë si të mirë tonë, por jo gjithçka bazohet në atë që e lexojmë apo e marrim nga... Sepse janë informacione të shumta që ka dhënë njeriu, kështu që mund të kemi edhe informacione të gabuara. Po, patjetër që po, nëse bëhet fjalë për shembull për me siguri se të gjithë e përdorim ChatGPT-n apo aplikacione të tjera, ku ta lehtëson përmbledhjen e informacioneve se i ka në një database. Unë them ta kursen kohën. Ta kursen, pikërisht, ta kursen kohën. Mirë, po nuk bazohem asnjëherë në informacionet që... Por informacionet duhet patjetër verifikuar, patjetër duhet të verifikohen për shkak se kemi raste kur unë i kam thënë jo, nuk është kështu,
dhe mandej thot, ok, më falë, atëherë e gjenë versionin tjetër dhe derisa nuk e jap informacionin e sakt, do me thënë a e mbledh informacionin, se cilin duhet ta ketë për ta shpërndarë më tej. Mirë po, pa verifikimin e informacioneve, pa objektivitet, pa transparencë dhe pa ndjenjen humane, jo duke anashkaluar ndjenjen emocionale, ne nuk mund të raportojmë apo të shërbejmë opinionit publik. Unë do doja t'ju pyesja, se sigurisht që po jetojmë në një kohë e cila po evoluon me hapa shumë të shpejt, por sikur po jepet më shumë në nënqëllin tonë, flasim në gadishullin ballkanik, më shumë po japim theksë pamjes së jashtme se sa përmbajtjes. Po i diskutoni edhe këto? Po, pa tjetër që po, si kishte edhe në konferencë pasi që edin Dritro edhe Valbona, keni qenë prezent në konferencat të ndryshme jashtë vendit ku shpërndan edhe përvoja të vendeve të tjera, dhe atje merë sa më shumë informacione. Unë ende se kam bërë atë klasifikimin e informacioneve, por e diskutonim edhe çështjen e asaj se sa ka ndurim gjeneratat e reja të qëndrojnë në një informacion. Dhe tani e kemi, dëmëtën, problemi i gazetarisë tradicionale është adaptimi në versionin, do me thënë që është tanim, si që përmenda, në pjesë e zhvillimit teknologjik, ku video të caktuara duhet jenë shumë të shkurtra, në 7 sekondat e parë merret mesazhi, do me thënë dhe në 30 sekonda duhet të përmbyllet një mesazh. Kjo e bën më të vështirë për një gazetar të filtron mesazhin të cilin duhet ta filtron, sepse vetë aftësia dhe shkattësia e gazetarit është që të përmbledhet. Ne kemi pas përpara një garë mes asaj se kush e ka titullin më të mirë dhe kush e ka titullin më atraktiv. Sepse ishte menduar shumë mirë atë kohë. Sepse duhet gjithçka të përmbledhet në një fjali të vetme. Dhe tani gjithçka duhet të përmbledhet në një 30 sekondash. Që duhet Steven Spielbergu të jetë si regjisor, por të një mendje shumë e ndritur për ta bërë një kontekst, domethënë një lajm ta quajmë një 5 minutë për ta nxjerrë si Reelsat, nuk e di si quajmë. Po, edhe për ta nxjerrë që të flet shumë për 30 sekonda. Po, patjetër, po neve e kemi edhe mungesën e stafit, e cila është evidente në media tona, fatkeqësisht, domethënë kryesisht nuk kemi staf, pjesë të teknikës e cila do t'i ndihmon të gazetarës, se pjesa e gazetarisë është që ti fokusohesh për mbajtjes asaj që duhet ta adresosh tek publiku dhe jo të fokusohesh në pjesën teknike apo në pjesën vizuele se si do duhet të duket ajo. Përmbajtja është e rëndësishme. Sikur një aktor që duhet ta interpreton rolin e tij. Edhe roli ynë është që ne ta adresojmë në mënyrën më të mirë mesazhin të cilin ne japim. Në këtë kohë është shumë sfiduese për gazetarët edhe ajo ndarja, do të thënë gazetarët duhet ta kenë parasysh se shkattësia e tyre, do të thënë nuk është që të jenë të shërbejnë në shpejtësisë për ta nxjerrë informacionit, por përgjegjësisë. Dhe në përgjithësi bien verifikimi i fakteve, që përmenda dhe kthimi tek burimet e informacionit. Nuk është gjithmonë që të jemi të parët për të ndarë lajmin, por mund të jesh i pari për ta hulumtuar dhe për ta sjellë të mirëfillt të lajmin e plot. Pikërisht kur pi flasim të gjitha këto gjëra, mua po më vjen një pyetje në kokë që dua pak të kaloj tek ajo më personalja. Çfarë është Nora diçka në profesion që për më shumë se 2 dekada nuk e bër kompromis? Por që ndoshta gjithmonë të është sillur këtu diku e ke pasur, mirë po që asnjëherë nuk e bër kompromis. Kthehemi tek morali. Ne jemi një shtet i vogël, një shoqëri e vogël, të cilët njihemi mes vete. Dhe unë mendoj që saktë e dim se vlerat e cilit janë cilat. Dhe kthehemi prapë tek vlerat dhe tek autoriteti. Dhe unë jam munduar që t'i përmbahem profesionit tim me atë që mos bëj asnjë kompromis për të krijuar autoritet, sa i ka qenë qëllimi im, për të pas qytetarët besim tek ajo që e them, cila do fjalë që t'jetë, dhe mendoj se është një rrugë mjaft e vështirë, edhe ka qenë rrugë e vështirë, mirë po nga ana tjetër më ka shërbyer personalisht, për shkak se unë shpesh e them flej shumë rehat,
ecë rrugës me kokën lartë, për shkak se në prapavijën time nuk ka diçka që ka qenë... Dhe kjo është shumë rëndësishme. Kjo është paqja që nuk lehet. Jo që ne nuk takohemi apo nuk kemi miq, të them, qoftë partive politike, qoftë miq të ndryshëm të bizneseve mund të jenë edhe. Figura publike në përgjithësi. Domethënë mund t'i kemi edhe në familje, thash jemi shoqëri mjaft e ngushtë, e vogël që mund të kemi personalitetet e ndryshme në jetën tonë dhe i vlerësojmë ashtu si persona, si njerëz që na lidh diçka në jetën e përditshme, por nga ana tjetër, fal Zotit deri më tani, edhe miqtë e mi e din deri ku janë kufit, domethënë të kërkesave apo mënyrës se si mund t'i ndihmoj ata në çdo aspekt, në normat e etikës dhe moralit, po. Pa kaluar vijat e kuqe të asaj për të jo vetëm për vete, mos ta cënoj vete, ne kemi edhe pasardhës të cilët duhet t'i lëm pas dhe dua që fëmijët e mi të mburren me atë që unë e bëj dhe jo të etiketohem apo të njëllosem në publik, edhe pse nuk është e lehtë të linçohet, etiketohet cili do persona. Është bërë shumë e thjeshtë, ashtu komentet negative i ke të prezente edhe nëse nuk thua asgjë, do të thonë njerëzit do të gjejnë mënyrën, do flasin mendimet të ndryshme. Ja, mendimet të ndryshme. Unë do doja ta pyesja Norën sepse kanë kaluar shumë figura publike, domethënë duke intervistuar Nora, duke i parë politikanë të tjerë, por unë do doja të diskutonim, të flisnim për dallimin të figurave publike në vendin tonë dhe ata në rajon. Sepse doja të jap një shembull. Figurat publike në vendin tonë, njerëzit thonë ku dhe mdhëmbi vete gjuha. Në teatr, për shembull tek ne, janë të fundit që vinë. Në qoftë se shfaqja fillon ora 8, ata vinë ora 8:10 dhe detyrohet institucioni që ta prolongojë shfaqjen, të fillon në kohën kur do vinë figurat publike dhe të fillon shfaqja. Ndërsa në Kosovë dhe në Shqipëri ndodhen e kundërta. 8:00, 7:58 mbyllet dera. Fantastik. Nora, si e shihni dallimin? Është mungesë e edukatës për kulturën, tek shoqëria në përgjithësi. Sepse na ka ndodhur që kemi pritur shumë figura publike në teatr. Po patjetër, mua më ka ndodhur të vonohem, por kam qenë në lajme. Mos arsyeshme. Ka qenë arsyeshme. Unë mendoj se duhet ta duash atë që është për ta respektuar një gjë, duhet ta duash dhe ta dish në thellësi. Dhe mungesa e edukimit kulturor, shoqërisë tonë në përgjithësi, ka sjellë deri aty. Tash politikanët ndoshta japin edhe prioritet gjërave të tyre, të cilat i kanë si politikë ditore, ku duhet të paraqiten dhe cili event apo ngjarje ka më shumë influencë, por harrojnë se kultura, mediat dhe këto institucione janë mjaft të rëndësishme edhe për prezantimin e tyre në jetën publike. Sepse asgjë pa kulturë... Do të një leksion më i mirë, nëse ata i prisnin të tjerët, unë e mendoj. Po patjetër se ajo është pjesë e kulturës, ajo është pjesë e edukatës. Do të thënë, një gjë nuk mund të bëhesh nëse nuk respekton një institucion, nuk mund të thuash se kam qenë në një shfaqje dhe pash ose isha prezent, i bëra 2-3 fotografi, mirë po në përmbajtje nuk ka asgjë kritike rreth asaj që ka pa, edhe këtu mund të kthehemi edhe tek mendimi kritik. Sigurisht që duhet. Sepse në shoqërinë tonë mungon mendimi kritik, mungon mendimi kritik real për t'i kritikuar këto informacione dhe mungesa e informacioneve në hapësira se shpesh e kemi diskutuar, jam duke u munduar që t'jem më e shpejt që t'i kapim të gjitha temat, mungesa e informacioneve tematike në hapësirën e informacioneve ditore. Sepse do me thënë një moshë e caktuar e qytetarëve marrin informacione nga televizionet tradicionale, një moshë e caktuar e qytetarëve nga rrjetet sociale, mirë po sido që tjetë tek ne dominojnë temat politike. Dhe aty s'kemi hapësirë për gazetari tematike. Dhe prandaj mendimi kritik është bërë problem i shumë njerëzve të cilët nuk kanë guxim ta thonë, sepse etiketohesh nga turma.
ne duhet jemi vetë kritik, se edhe si Këshilli Etik në media ne jemi të atakuar nga të gjitha anët, për shkak se edhe mediumet mendojnë se ne jemi një lloj trupi i cili ndëshkon, ata jo, nuk jemi. Domethënë ne duhet jemi vetë kritik, se unë jam gazetare dhe duhet të kthehemi te vetë kritika për më tutje që të mund të veprojmë në mënyrë kritike dhe rreth gjërave të cilat I kemi. Edhe mungesa, drejtorët ta them të drejtën, mungesa e ngjarjeve të cilat nuk bëhen vetëm për sa arsye faqe apo për t'i kaluar. Se shpesh kemi diskutuar se për shembull pse në Kosovë është zhvilluar, domethënë Kosova si një shtet të cilin nuk e kanë pranuar shumë shtete tjera dhe nuk ka dalë nga lufta, domethënë pse kemi aktivizëm qytetar aq me vedije të ngritur e shumë gjëra të tjera. Unë mendoj që atje kanë ndihmuar mjaft organizatat ndërkombëtare që të krijojnë organizata të cilat me të vërtetë kanë vlera dhe çojnë zërin e tyre për të qenë pjesë e proceseve dhe për të ndryshuar ato. Ndoshta edhe këtu ka ndodhur ajo, në një periudhë të caktuar e kujtojmë, kishte disa revolucione, gjëra të tjera më stymtë në të ashtu quajtur. Po janë sezonale. Por sido që të jetë ajo I dha edhe një efekt demotivues të rinjëve për shkak se nuk u ndryshua asgjë. Dhe kthehemi përsëri tek vullneti politik dhe I aktorëve politik të cilët vendosen në krye të shtetit për ta ndryshuar këtë sistemin meritokratik dhe gjërat e tjera, duke filluar nga sistemi I meritokracisë, duke ndryshuar edhe gjërat e tjera, duke ndihmuar bashkë që të jemi, domethënë, më të mirë për ata që duhet ju shërbejnë. Sepse jemi në 2 minutat e fundit dhe unë po e shijoj shumë këtë bisedë dhe unë kam pasur nderin që të paktën një periudhë shumë të shkurtë kohore të punoj me Norën dhe unë jam shumë e lumtur që njerëz dhe profesionistë si ju, Nora, nuk kurseni kritikat, komplimentet dhe të gjitha ato që gjeneratat e reja, edhe pse po jetojmë në një frym tjetër, gazetaria jonë ndallon nga gazetaria juaj, mirë po që asnjëherë nuk duhet të harruar etikën, moralin dhe besueshmërinë për ta rikthyer në media që unë mendoj që tashmë pak a shumë po e vuajmë këtë besueshmëri, falë edhe nga informacionet dhe propagandat e shumta që I biseduam. Mbi të gjitha, për mua është shumë e rëndësishme kur flasim për profesionet e ndryshme, qoftë politikanët, qoftë gazetarët, apo edhe ata njerëz me autoritet më të lartë në institucione të shumta, mbi të gjitha jemi të gjithë qytetarë të këtij nënqielli. Të gjithë duhet të bëjmë nga një hap përpara që së bashku të ndërtohet një shtet më stabil në të gjitha aspektet që I kemi. Unë për fund dua që patjetër na ndash me ne një mesazh, jo vetëm një mesazh I thjesht për të rit apo për institucionet apo edhe për vetë qeverisjen e vendit tonë, qeverisjen dhe nga të gjithë qytetarët që duhet ta kemi, unë dua të di se çfarë duhet përfundimisht të ndryshon diçka në vendin tonë, diçka që po... Do të thuash sigur ta kishte shkopin magjik. Të jesh sot një... E di se sa mesazhe I mendova tani. Për momentin më rrotulluan shumë në aspektin e mediave. Valbona, do të thënë ishte pak disa sekonda kështu që pak të relaksohem edhe unë dhe ta lehtësoja barën seriozitetin se vazhdimisht duhet jemi shumë serioze dhe dukemi serioz, do të thënë këtë edhe na e ka bë profesioni. Unë mundohem që ti motivoj të rinjt, e përmenda pak më herët ndoshta duke biseduar, duke diskutuar për tema të tilla serioze, ne edhe mund t'i demotivojmë ata. Se kjo ndodhi pikërisht tani derisa ishim atje. Unë dua t'i motivoj të rinjt që t'jenë pjesë aktive e shoqërisë tonë, sepse vetëm ata mund ta ndryshojnë mendsinë dhe mund ta ndryshojnë këtë sistem. Për ta ndryshuar politikën mos të harrojmë se ne I votojmë politikanët, ata nuk na votojnë neve. Sigurisht. Dhe rinia duhet jetë pjesë aktive për të ndryshuar politika, jo për të bërë pjesë e politikave ditore të partive politike. Duhet ta kthejmë mendimin kritik, sepse na mungon mendimi kritik. Duhet ta kthejmë në media, duhet ta kthejmë në diskutimet publike dhe gjithkund tjetër, dhe duhet të ndërtojmë, të rikthehemi tek vlerat tona. Të mundohemi të ndërtojmë atë sistemin meritokratik,
sepse pa një sistem të vlerave nuk do të funksionoj as kultura, as media, as gjë tjetër. Unë besoj që mendimi kritik të fillojmë, ta themi, sepse vetëm atëherë mund të fillojmë të përmirësohemi si shoqëri. Patjetër që po. Nora, faleminderit shumë Shumë për prezencën faleminderit. tuaj. Unë faleminderit Ishte shumë. një bisedë shumë e Ishte këndshme, kënaqësi. koha na fluturoi shumë shpejt. Kemi dalë pak prej terminit, po s'kemi shpejt. Ju faleminderit. Është kënaqësi e Shumë veçantë. falem